Sot rreth orës 6 në autostradën Shkup-Tetov në pikë pagesën rrugore Zhelin, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin IA 55 vjeç nga fshati Çegrani Gostivarit, pasi që i është i gjetur dhe sekuestruar një lëndë pluhuri e bardhë. Ai është ndaluar në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 12:45 zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë ndaluar personat MS 43 vjeç, SA 34 dhe XZ 28, të tre nga Republika e Shqipërisë për shpërdorim të qëndrimit turistik, pra qëndrim në kundërshtim me qëllimin. Ata janë ndaluar në stacionin e policisë për veprime të mëtejshme. Dje rreth orës 18 punonjësit e policisë së njësitit policor Grupçin kanë privuar nga liria personin BZ 53 vjeç nga rrethina e Tetovës, i cili ka qenë i raportuar se ka sulmuar fizikisht partneren e tij 52 vjeçare. Ai po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Sot rreth orës 1 në stacionin policor Tetov, MD 56 vjeç nga Tetova, ka raportuar se në rrugën 180 në Tetov, djali i tij i mitur pas një grindje të shkurtër është sulmuar fizikisht nga një i mitur tjetër, po merren masa për zbardhjen e rastit. Sot rreth orës 1:05, punonjësit e policisë së njësitit policor Gallat kanë privuar nga liria 47 vjeçaren IM nga një fshat i Gostivarit, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se ka sulmuar fizikisht bashkëshortin e saj 43 vjeçar, me të cilin nuk kishte kuror, duke përdorur gjësende të ndryshme shtëpiake. Ajo është duke u mbajtur në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Sot rreth orës 4, zyrtarët policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë arrestuar personin VD 28 vjeç nga Gostivari, i cili ishte sjell në mënyrë agresive dhe kanë nënçmuar zyrtarët policor gjatë kryerjes së veprimeve zyrtare. Ai është duke u mbajtur në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përpilohet para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 9:20 në stacionin policor Gostivar, KR 57 vjeçare nga Gostivari ka raportuar se në bulevardin Goce Delçev në Gostivar, fqinji i saj ZA është sjell në mënyrë agresive ndaj saj dhe e ka kërcënuar, po merren masa për zbardhjen e rastit.